Një kazaze, 16 numri, 47 të kësë administrative, se këto qendrët nuk i kishe, dhe sa votus ka tani? Si krasoj me... 200 votus për pak. Ka më pak votus, ka dhe 200, më një si që ka. Si kemi ti? Fjali vazhdon e kesh? Shortja, ti ka votuar në qendrën e votimit shumë pranë, pra nuk po votojnë në të njëjtën qendër votimit. Kjo nuk dihet arsyeja se përse këta kanë qenë të ndarë në qendra të ndryshme. Ditë shumë e rëndësishme për të ardhmen e bashkisë tonë. Djela është ditë e votuesve, ditë e vendimit, dita e fjalës së qytetarëve. Juftoj të ditni të gjithëve në votime, me qetësi edhe me dinjitet. Shumë faleminderit nga punojësit administratës. Shumë faleminderit nga gjithëve. Faleminderit gjithëve. Faleminderit. Kemi dëgjuar pikërisht kandidatin e Partisë Socialiste për Bashkinë e Matit, Altin Bojni, ka 2 rival në këtë bashkinë në zgjedhjet e sotme. Interesant është fakti ka një socialiste në fillim, ish-kryetarin e gruas në Partisë Socialiste të Matit, Suzana Pashën, por edhe kandidatin e pavarur e mbështetur nga Partia Demokratike dhe Opozita, Eduard Brahilika. Ka disa raste të çuditshme, të paktën me kandidatët që janë përballë edhe nga e njëjta rrymë, si në Mat, ashtu dhe në Vlorë, pra me kandidatët demokratë. E para që duhet them është sepse para se të hyja në studio po dëgjoja raportimin nga Kosova. E para që duhet them është nuk po mësojmë të bëjmë zgjedhje. Kemi 35 vjet që nuk po mësojmë të bëjmë zgjedhje. Para se po lexoja pak se çfarë raporton mediat dhe ka probleme në Berat, në Vlorë dhe në Mat. Kjo është shumë e rëndë, po njollosin votën e qytetarit. Pra, unë nuk e di çfarë bën Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pse duhet Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mos të jetë i përgatitur për këtë ditë. Kjo është e para. E dyta, është ajo për cilën ne për t'ju përgjigjur pyetjes tuaj. Është ajo që për cilën ne folëm më sipër së bashku, kur